Nëse e ke vra dorën dikon, ose gishtin, për shembull i ke vra këta dy gishta kështu, edhe i ki të lidhën, ti ka lidh mjeku këta dy gishta, për shkak se i ke vra. Qysh do të me marë vudu, avdes për mita? A din qysh o musliman? E lan këtë pjesën këto, e lan. Edhe këtë pjesën kënena e lan. Kuptohet, jo me shumë ujë. Nëse tu të që po laget lidhja, atëre e lag dorën me ujë, edhe e lan këtë pjesën këto, e lan këtë pjesën, edhe këtë pjesën këtu, edhe kejt gjithka. Përveç këto, këtu çka ban? Këto e lag dorën, edhe ja hjek ujt, ja shkun ujt pak, jo me tekajt, ja shkun ujt pak që mos me lag lidhjen, edhe ja ban me dorë kështu. Do me thonë jep mes komplet këtina lidhjes që e ke ba, që e ka ba mjeki. Do me thonë e lag dorën, e terë pak kështu që mos me pas shumë ujë, edhe i bjen mes e fërkan atë kuptimin komplet lidhjen që e ka ba mjeku. Edhe me këta ke marë vudu, mos është shqetëso më asanina. Po në qofë se e ke hjek një dham edhe ki problem me këta, atëre nëse mund është me pastru këtë pjesën e gojës kështu, e pastran, nëse jo, Allah në falë. Dhe man, gjithë shka mos e vështërso dinin, nëse e kini problem, letësue edhe ka përcije me letësi, mos e batë është i problem, Allah në rujtë, qysh më falone, se kam dorën e lidh, ose kam kamën e lidh, ose, Allah në rujtë, e në animovë gjithmonë. Po besoj që ke qartë, Allah azza wa jalla në letësovë gjithmonë.